konferencën që këtu ndjen Emerald Prishtinë, keni zgjedhur komunën e Suarekës. I nderuar kryetari i shoqatës rrjeti i biznesit globale, zoti Nura, Omer Nura, faleminderit shumë. Ndoshta sot nuk do të shkoj krejt me ana për muin sot krejt parabarë. Sigurt tek kryetari i shoqatës deri ai fundit, faleminderit zoti Shahine, që i bën zoti Busaj, i nderuar dhe shumë respektuar zoti deputet Enver Hoxha, shoqata bizneset nga Suarek, nga Prizreni, të nderuar biznese nga gjitha vendet evropiane që kanë Suarek. Për mua është derë dhe kënaqësi së bashku me biznesin e Suarekës që kanë prisë këtu. Ju thonë të drejtën, e kam obligim të thonë se ndryshimet Suarek rënd pari ka bo biznesin e Suarekës, rënd dyti kanë bo diaspora dhe në rënd tretë janë qytetarë të komunës tonë që janë shumë motorë. Për juve diasporën vlen të thonë shumë, për arsye se jeni ata që e majtën Kosovën gjallë, premit e kompleta, e financuar shpërsimin, arsimin. Jeni ata që e financuar luftën, edhe jeni ata që sot fazën e tretë për ndërtoni Republikën e Kosovës dhe gjitha fshatat e Republikës së Kosovës. Prandaj shumë njerëz juve dhe familje tuaja me shumë dhe shumë vullnet që na kanë dhënë disë vjetës. Komunë që fillojmë, po shkoj nga ana djathtë, do jam edhe kështu i djathtë, po fillojmë me Benafin, i cili ka pru disa prodhime të veta, e ka ujin jon, i ka prodhimet e misha që janë të prezent. Shkojmë pjesën e dytë, kemi kompaninë dhe kemi berat më të mira. Jo të Republikën e Kosovës, por të Slobodën, ka shumë se të berat e Tarkanit franceze, ose kompania e Hazistafës që është të prezent. Njështu kemi edhe kompania që ka prodhon pust. Dhe falënderit shumë që na kanë ndihmuar dhe luftë, na kanë dhënë pust, na ka pas nevojë. Kena qenë dy reklama që janë shumë interesante, kemi prodhimin e patika, me flamurin kombëtar dhe flamurin e Republikës së Kosovës. Startojmë anën tjetër e kemi burimin e agent me prodhime si jemi nga stallësi, pasi si nga pas të para luftës, janë prodhime të lumit të kokës, ne shumë bëjmë që të përzanë neve, edhe pa pasë me ngritë, edhe me thonë njerë, për kemi shashir pariushit i cilin me prefete, i ka të gjitha pjetë freskuse, edhe rizike, ku jëllëm që ka përshik komplet teritorin e Republikës së Kosovës, Albani, po ka filluar të shkuran i gjitha kontinentet e botës. Ja, pas të vjerë, në sukses shumë të në Suarekës. Në të fjallë në kryetari shoqatës, se pa kontrolë. Hajde kryetari. Unë penali e krejt mikrofonin se du me ditë sa hungani. Se po ushtën pak ma shumë, ja po ushtën së dhe zoni është akustika shumë mire se niva që është në jaj. Tjesh patriat dhe më thome e vesh remote kus të zëlidit. Breket të sprintit, orat e ati djallit në Zvicër, kjo nga ba krenorë. Zoti Palushe, atje në Australinë e largë dhe në pina pijen tonë, në Mars. Nga ka po krenorë që verat e ti i dhe zgjedhë në vereta në dermatomina. Kurse gjithë ata biznes, ata që dojnë me kontribu, se cili ta sjell nga një shok të vetën, nga një partner të vetën, kur vjen bilet të shë, more mire këtu, zëtëri, kryetor, po vike era shtetë, prej cina njësa tjetë dhe nga qëtu, lumë të shumë ata nga komunat isha qështu. Unë jam i pradhuvëcit i Drenicës, i Skenderojt, jam i ronë Finlon, atje koran e legjë, po që tu poshtë njëjë. Faleminderit juve.
Ne vizitojmë shtëpinë e kulturës më të madhe në Republikën e Kosovës, që e bën emrin e ish shokut tonë të luftës, Uk Bidyq. Faleminderit shumë.